Dhe jo imponuse. Dhe përqafon, sigurisht. Ndaj them që është personale, por që feja ka një rol regulator në përgjithësisë shoqërisë dhe të harmonisë familjare e ka. Pavarësisht se disa e keq përdorin apo shkojnë në ekstremizma. Normat fetare janë baza e ligjeve të shumë vendeve. Janë normat humane ato, nëse për të qenë të mirë na duhet feja fezie, pas kemi një problem shumë të madh. Që kanë pasur ligjet nëse për të qenë të moralshëm na duhet zoti dhe feja, atëherë kemi një problem shumë të madh. Janë lehtësuar prej këtyre, një minutë. Janë lehtësuar prej këtyre. Domethënë, ka pasur ligje që nuk lejojnë divorci që vinte nga rregullat fetare. Sot, vëndet laike e kanë qirë këtë gjë, pavarësisht se ka. Bazat natyrisht, se bazat e moralit vinë nga librat e shenjtë kryesisht. Në përgjithësi. Se morali nuk është kushtetut e shkruar. Vetëm sekond shohim pak tabelën. Mje pak njëshin, pse thashin 1 në 4 martesa përfundon në divorc. Në vitin 2021 kishte 19.700 martesa dhe 3.100 divorce, me një rejt prej 15.8% divorce për 100 martesa. Në vitin 2022, ka 18.781 martesa, numri vjen në rënje dhe për arsye të uljes numrit popullatës në Shqipëri, ndërkohë ka 4.600 divorce, me rejt prej 24.9%. Në vitin 2023, ka 17.400 martesa për 4.165 divorce, ose 23.8%. Në vitin 2024, për herë parë, kalohet 25%, 16.120 martesa, 4.100 divorce. Pra një divorc për 100 martesa 25.4%. 1 në 4 martesa përfundon në divorc. Dhe kemi parasysh që këto janë kryesisht raportojmë martesat e fundit se më ecë pak me dyshin. Kush janë faktorët që ndikojnë treshin. Kush janë faktorët që ndikojnë në shtimin e numrit divorceve? Renditja është e rastësishme, nuk është bazë përqindjes së asaj. Presion ekonomik, pasiguria financiare, fokusit të karriera dhe pavarësia ekonomike që partnerët kanë nevojë, ritmi i shpejtë i jetës, mungesa e komunikimit në familje, emigracioni, cilin vitet e para ka qenë nga shkaqet kryesore së bashku me atë ekonomik, adulteria, se kjo fjala tradhti duket shumë e shumtuar, ulja e stigmës ndaj divorcit, pra nuk ka më paragjykime ndaj divorcit, dhuna në familje që është një problem. Problemet nga varësit ku përfshihet bixhozi, alkooli dhe tjerat, pabarazia në role dhe përgjegjësi dhe martesat nxituara kur pastaj ajo është historinë vete. Më nxirr pak dyshin të lutem. Dyshi, faktorët që ndikojnë në uljen e numrit martesave, se thash ka edhe ulja e numrit martesave është po aq e madhe dhe mungesa e fëmijëve, presioni ekonomik, pasiguria financiare, ndryshimi i mentalitetit, fokusi te karriera dhe pavarësia ekonomike, ritmi i shpejtë i jetës dhe frikë nga martesa divorci. 4 të parat janë edhe shkaqe kryesore po ashtu të divorceve, sa që janë pasiguri për martesën janë dhe shkaqe të divorceve. Ndërkohë, ku është mosha mesatare e martesës, po këtë mund ta shohim pak më vonë, po e kaloj tani se e pash i debati mirë pak pesën, po t'i vini re sipas shteteve, Shqipëria e ka moshën mesatare të martesës për vajza 28 vjeç, për burra 31 vjeç. Po ta vësh re me vende të tjera, ne kemi një moshë të ngjashme me Malin e Zi, Serbinë, Maqedoninë, si? Rajoni, po me vende të fqinj. Ndërkohë që pjesa tjetër e Europës, pra edhe Bullgaria që është vend ballkanik, është mbi 30, Spanja për shembull ka 35. Ndërkohë për djem dhe për burra ne kemi të njëjtën, më pak më të rinj martohen me Alzi, kemi pak a shumë të njëjtën rejt me rajonin, më të lartë vazhdojnë ta kenë vendet europiane, edhe është pak e çuditshme. Tani Arlinda, ti e marr një kohë shumë gjatë. Jo e marrë edhe meresh. Ti ajo kasaforta që po hape ti e hodhe nerë Tiranën. Nuk flas. Jo, nuk flas për raste. Kush janë, ka shumë shritur përqindja divorceve? Është rritur ndjeshëm, Blendi. Absolutisht të gjitha. Që prej fillimeve të karrierës tënde. Absolutisht po. Unë kam domethënë prej mos e 10 vitesh që punoj në këtë punë. Dhe ajo çfarë unë pash edhe si renditje absolutisht është shumë e vërtetë. Por sot flitet shumë për divorcin, por flitet shumë pak edhe për vetmin, po themi brenda martesës, apo dhe për heshtjen që fëmijët ndjejnë brenda kësaj vetmie. Sepse, të paktën nga karriera ime, unë kam konstatuar që martesa nuk prishet, domethënë nga një debat i çastit, martesa nuk prishet, po themi pas një dite të keqe, po martesa prishet pas një heshtje shumë të madhe në komunikim. Po, një mungesë e komunikimit shtrirë. Prishet ose të pas shumë debatësh. Tani, Alina, një pyetje kam. Në çiftet që vinë tek ti,
sa përqind e qifteve që vinë për të konsultuar përfundojnë divorc dhe sa i rikthehen martesës pra? Atëherë, pjesa ke terapia e qifteve realisht është ende shumë herë dhe për fat keq e konstatoj dhe me dhimbje që vinë më shumë vonë. Vinë pasi ka humbur, po themi, pjesa e dashurisë, pasi ka humbur dhe respekti, pasi ka humbur dhe besimi. Pra, ende po themi në shqiptarët nuk besojnë në terapinë e qifteve. Vinë drejtë në gjykatë, dhe më pas në gjykata vendos, po themi, dhe ekspertin gjyqësor, që të merë dhe me pasojat, pra lidhur me përgjithësinë prindërore dhe me pasojat e zgjidhjes martesës. Vinë për të zgjidhur problemet. Vinë për të zgjidhur, po themi, pjesën e pasojave të zgjidhjes martesës, pjesën e problemeve, por jo se besojnë, po themi, ke terapia në qift. Madje ka shumë nga ata që thonë ende, nuk kam nevojë, do me thënë që të keme dhe një psikolog që është i përcaktuar më thënë nga gjykata, sepse unë do me thënë nuk është se kam probleme të kësaj natyre, sepse e kesh kuptojnë rolin e psikologut. Po para gjykimi për divorcin, është thyer më shumë është thyer jashtëzakonisht shumë. Nuk qajnë më kokë si sot në psikolog, do me thënë absolutisht, sot nuk është më ashtu sikur se ka që më thënë dikur, nuk shikohet më si tabu. Gratë sot janë më të forta, qoftë dhe financiarisht, janë shumë më të vetëdijshme, po. Jo, nuk është tabu, divorci nuk është tabu. Gratë me gjitha të ngellet për të diskutuar. Flasim për realitetet të ndryshme. Nga ambientet lokale. Se ne flasim gjithmonë sigur është Tiranë e gjithë Shqipëria. Trendin Tirana e përcakton. Sigurisht trendi shkon me një lloj vonese. Trendin e përcakton, Blendi, trendin e përcakton edhe për shkak të numrit shumë të madh që janë shumë të përqendruar pjesë e pallatës në Tiranë. Kështu që nuk shikohet më, do më thënë, si tabu. Dhe absolutisht pjesa e mentalitetit nuk është më sikur se ka qenë. Sepse gratë sot janë shumë më të vetëdijshme, shumë më të ndërgjegjësuara dhe kanë edhe një lloj, po themi, pavarësie ekonomike. Ajo relative është e çështja e pavarësisë ekonomike. Është më mirë se çka qenë përpara, por nuk besoj se është. Jo, po lidhur me gratë. Janë domethënë gratë që nuk qëndrojnë më dhe që nuk bëjnë. Megjithatë, në një raport në qift, në Shqipëri akoma prevalon ndihmën financiare kryesore e jep burri, gjë që në fakt s'është drejtë. Duhet ishte më e balancuar. Duhet ishte më e balancuar, megjithatë gratë sot. Jo, s'jam dakord me Jasmazë, nuk duhet jetë ashtu. Gratë sot kërkojnë, nëse burri është ai që kontribuon maksimalisht, atëherë edhe gruaja ka role të vetëm diçka që të kuptojmë. Gratë po kërkojnë divorc sepse nuk për balancën brenda familjes. Ja vetëm sekondë se i kthejmë se temë po. Gratë po kërkojnë sot domethënë divorc sepse e kanë të fituar pjesën e pavarësisë ekonomike. Dhe janë më të vetëdijshme për të mos duruar më as dhunën, qoftë fizike, qoftë dhe dhunën, po themi domethënë psikologjike. Kështu që gratë sot janë më të forta në kuptimin në kuptimin e ndërgjegjes dhe nuk e pranojnë dot më ashtu sikur se ka qenë, po themi pjesa më përpara që gruaja e mban familjen. Ishte ambienti, ishte shoqëria. Ka qenë dhe shoqëria, roli njerëzit, familja toshte. Dhe që ja ka veshur gruas të si detyrim. Po ka ndryshuar dhe koncepti, Blendi, po ka ndryshuar dhe koncepti i martesës. Martesa nuk shikohet më si një detyrim social, por shikohet si një marrëdhënie nga e cila duhet që të dyja palët që t'i sigurojnë pjesën e mirëqenies psikoemocionale njëri tjetrit. Por jo vetëm, dhe cilësinë e jetesë. Se nuk po e japim pasqyrën e qartë. Nëse ju tani këtu shumit, unë vi nga Korça. Unë i njoh fshatrat. Në Korçë martohen? Absolutisht që po më lejo të tregoj një tjetër realitet.